jemi në Riyadh të diplomuam edhe njihni ju Prishtinalitë, hoxha Fadil Sëllujeva. Tafadhal. Çish duhesh ti? Kam qenë shumë komi po. Po ço se ashtu i nalti. Assalamu alaikum. Alhamdulillah me këtë ftyra të shoh. Moti si pas na po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Vështirë me fol para hoxhës, se këta na kanë mësuar neve rrugtimin në davet. Allah është përbleft, kur më ka thirrë për mon këtë qytetar, ku më dosh mi thonë jo. Po me një fjalit vogël tha, të i 50 hoxhallarëve në Prishtinë ty zgjedha, ma më sheli gojën, falënderit hoxhë. E s'po ta çore pa ardhur, se nuk e disha as veni ku kemë ardhur. Mirë po, prezenca juaj më ka dhënë vullnet dhe i këmë ra peshmëm, se këmë dosh mi thonë jo, se s'm jam mi thonë jo, erdha. Atëherë jam i kënaqur dhe i nderuar, Allah ju shpërblet për këtë iftar. Nëse ju kujtohet, gjatë shpjegimet mia në xhamin tonë kemi thonë xhamati jon ende është në klasë parë për fen. Bile na pa ndërrodhën në media për këtë fjali, sepse ju dini çfarë problemesh politike kanë sjellën në Kosovë, mundu gjithçka me bë për me na hub vëmendjen nga rruga e dinit Allah dhe sot po luftohet shumë. Mirë po alhamdulillah, ky din ka filluar me sinqeritet, me bindje të plot në Allah, dhe kënaqësi më e madhe se më kon besimtar në kohë. Vetëm një dijeni, na ka zgjedhur Allahu neve mesin e Evropës, në Ballkan, nga të gjitha anët, rreth kërçkin. Veç na më kon muslimanë, kjo është falënderim për Zotin. Majeni me dhamall litarin e Allahut. Pse me litar ka thënë Allahu azza wa jall, me dhamall me majtë këta mjekët e din, se dhëmtë e parë nuk kanë fuqi të madhe, po dhëmtë e mram kanë fuqi. E Allahu ka thënë kap në litarin e Allahut me dhamall. Sepse ka më ta ngrej dikush pe dorë, me bë me majtën dorë, ta pkut, ta nxjerr dorën. Për ata, dini Allah të zhvetë në kanë spikuar gjëllarë për para, ka marrë koha që dini ka më konë si gaca. S'gacë. Me majtë ndorë të sus, me të shu shkymet. A nuk peshenim sot qëfar gjendje jenë? Nga të gjitha onë, këtu, flak në qiell, flak në ujë, flak në tokë, mbi kokat kuna. Ta atyre që them fjallën? La ilaha illallah. Ja që tash keni me kuptue ku është rruga e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ja kur s'keni me kuptue. Vallah. Plot sovjet u mundu me spjegu hoxha e na s'kemi mujt me spjegu e që tash po spjegohet asheqare. Po duken gjërat. Tu ku mësim politika. Mirë po një dijeni. Ky islam ka filluar i vetëm. Dhe ka mu kthy prap në atë gjendje. Tuba lil ghuraba. Ju lumt atyre që ka më konë vetën. Ju lumt. Ju e një djem që keni mësu dinin Allahut, merrni me dinin Allahut, dhe jetoni me kolegë të juj të cilët janë larg kësaj rruge. Atë sa herë ju kanë qitë juve para pozitave të palakmueshme, ku nuk mundet më bë mohabet pa kamota. Bëhom ka të ju dini që bojnë. Ju mundoheni, digjeni për mrena, qysh mes me hidhru Zotin. Kjo gjendje çështje e madhe, Allah i nderoft. Dijeni se ata të cilët mundohen me shpjegue ku janë, dhe mundohen me rujt atë që Zoti ka dhënë, Allahu ka më dhënë shumë. Pasurinë që vjen prej Zotit xhelalu ala, Allahu ka kërkuar prej neve 2.5% zakatet me dhënë. Jena në kohën që njerëzit e pasurinë e vet. Zakati në atë përqindjen i jepet 2.5%. Pasuria është prej Allahut, prej nartë i vjen. Rizku ala men, ala Allah. Është obligative për Zotin vetja ka bë obligim, që secili për juve, për krijesat tina, që me ushqye, me jetue. Dhe Allahu e din kush është fukare, edhe e di pse do të më kon fukare filani.
Dhe e din Allahu azza wa jall pse o filoni pasunik, edhe e din Allahu pse ai është pasunik. Por ata Allahu xhallahu e ka bë dy sprova. Një sprovë është për besimtar që quhet ibtila. Bele. Dhe qafira Allahu i ka bë istidraj. Istidraj ju jep Zoti bereqet aty në edhe në punë të fleshta. Po ata nuk gjitën përpjet, po kështë të poshkuj. Dhe të rasët në fit. Që ma mos me pas një arsye para Zotit, në thonë, asë më falë. Sepse Allahu azza wa jall fjallën në më falë, e donë shumë. Për ata, dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur për natën e katërt që jemi në atë kohë, ka thonë Aisha, çka me lut në Zotin, që ka thonë Allahu azza wa jall? Pejgamberi ka thonë thuani, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Afua, dhe që është afu? A ke pun fletore kur shkujna me laps? Pse shkujna në qasë por me laps, për nuk shkujna me kemik? Ma kallaj me shli. Në qasë e kero me kemik, do të me ndru fletën. L'afu është ku shlyhet dhe nuk le shaj farën të. Kush është shlyhet si këtyne mëkateve? Përvejse Allahut azza wa jall. Allah në falë mëkatet ja Rabbi. Allah në ashtot mirat ja Rabbi. Allah në bëht lidhur me zrejti ja Rabbi. Kur ma shumë se qëta s'kem pas nevoj mu lidhë në zrejti. Ruin e islamin, ruin e fejnë. Kontribonin në gratë e juja, në motrat e juja. Te gjinia femrore, sepse është lën anash. Dhe këtë është u punuet prej parlamenteve e të poshtë. Për të na e prishur gjendje në familje. Për na prish gjendje në familje. Atëherë familujt familjen në çështje e madhe, sepse hoxha ka më folë disa pika shumë interesante, do t'ja lëm kohën, por edhe një du me thonë, vetvetes edhe juve. S'ka sen më të mirë. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. S'ka sen më të mirë. Sa ai i cili thret rrugt Allahut azza wa jall. Dhe vepron vepra të mira, jo vetëm me thirr, po edhe vepron edhe vetë vepra të mira. Se neve na ka thënë Allahu me thirr e ti mos më veprue. Dhe thot unë jam pe musliman. Allah na bëj pe musliman ya Rabbi. I lumt vllazni, kemi filluar alhamdulillah pe Allahu azza wa jall gradualisht me dalën klasë 2. Klasa 2 i ka do rregull mandrësh. E keni mësuar gjuhën, e keni po anisha dyshi. Bënishe dyshi. Që tash jena në A2. Mirë, po të gjëmoti kemi ende nuk kanë dëgju, hala. Atëherë, zeqati i ditorisë vjen pe qilli. Dikuj Zoti jep dije, e dikuj nuk i jep dije. E dikuj Zoti jep dije dhe nuk di me shpërndo ata. E a dini sa është zeqati i ditorisë? Kush më na tregon? Si ti japësh 100 euro, unë të kallëzoj. Zeqati i ditorisë, 100 euro sa i bin? 2.5%? 25? Kështë në 2 gjysë. Mirë, 2 euro gjysë, apo? E zeqati të të rrisë është 100. Belligu minni walau një ajet. Për cilën e pejmeja qoftë edhe një ajet e din. Një mesele dinit e din. Mos unë, nëse një i nënçmuar, mos unë i poshtruar, mos unë i ullë, po ku do që t'jesh, folë për dinë të Allahut azza wa jall. Folë për dinë të Allahut, mos u tut. Wallahi, as ka më të ngrit mjekësia, as ka më të ngrit inxhinieria, as druktaria, as zehtaria, as dërë, as mërë. Kur s'ka më të ngrit më nalt se sa të thirrësh në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Po, ndoshta ju jeni me shkollë dhe më shumë se ne. Dikush ka doktoraturë të mëdha. E ku me di sa libra të keni lexuar? Sa do që të lexohet? E të lexohet fjala e Allahut azza wa jall nuk krahasohet. Allah ju bëf mësim me lexu Kur'anin. Mësoni Kur'anin vllazni, sepse mësimi i Kur'anit është obligativ. Vesh një pyetje pjapë. A je përgatit që nëse kur dish para Zotit, a beson që kemë dorë para ti? E thot Allahu azza wa jall, o robim, filoni. Otrim. Mas e kom bë. Pse nuk e mësove gjuhën që unë e fola për hatën pejgamberit? E mësova anglisht, e mësova gjermanisht, e mësove atë frangjisht, e mësove atë për çfarë qëllimi? E harrova gjuhën e Kur'anit, gjuhën e xhenetit,
Allahu ju mundsoft. A dini se për sa ditë mësohet Kur'ani me lexue? Asnjë gjuhë ma let. Edhe unë ata që kanë itikafe din tonë, për 10 ditë hen në Kur'an, veç 10 ditë. Po ai don me mësue me pas për një me. Atëherë prej sotit, mos e lejo. Më shkue e marr Ramazanit tjetër e ti si e lexues të Kuranit, sepse atëherë bëhet vonë, sepse për Allah Azza wa Jall, ata të cilët se kanë lexuar Kuranin, s'kan ditë asnjë harf. Pasha Zoti ka më dhënë llogari. Ka më dhënë llogari, sepse s'ke pas asnjë interes për të. Po ti që më ngjyre për më dëgjon e hetë se lexo Kur'an. Frikoj Allahu Azza wa Jall se përgjithësia e madhe. A është shumë Kuranit Ramazani? Edhe në rastisht nuk e lexuam dy sura atë në namaz të akşamit. Nuk e lexuam. Që na tregon se Zoti edhe dy suret për me nisën me inna a'tajna edhe inna anzalna. Të dyat lidhen konkretisht me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe dhuntit e kësaj feje tonë dhe rujtja e legjimitetit apo kushtetutës, statusit tonë të fesë tonë e që është Kurani dhe suneti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pa Kur'an dhe sunet, shishojnë në botën që ka bëhet. Allahu na mësoft në mësu Kur'anin. E Allah në uzot familjen, Allah ju shtohet drejtëset ja Rabbil Alamin, sepse të sadaka shtohet edhe të dija që jepet shtohet, cila shtohet ma shumë, e ma tutje, Zoti e din, Allahu alem, e kullu kavli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Për mas me ju vanua dhe mas me ju mërzit, mas ju jeni të gjithë të shkollës, niveleve të ndryshme, dëshiri ishte shumë e madhe që të bëjmë një iftar, debatuam e biseduam me trimin me kolegin e juj të Prishtinës, si t'ja bëjmë kësaj pune në Prishtinë apo në Prizren, a i propozoj në Prizren me ardhi. I një lodhë pak, po që e një lodhë ju të Prishtinës se këni pas prej kolegës juj mu lodhë. Themi elhamdulillah, o salatu o salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sante e kemi pas një si tradit e bom, si vjetë kështu, çdo natë ka një ders t'ja u japim, po masi edhe sante jemi me juve inxhinierë dhe doktora, e që ju i shërbeni popullit juj, edhe na i shërbim këti popullit, po ju i në shërbim fizike me popull, stomatolog, dhomët janë reqin, ata inxhinierë të ndërtimin, shtëpin janë reqin, e kështu më radhë, thash në këto gjera na s'kemi punë, po kemi punë i diçka tjetër. Më marrë 8 pikat të cilat, i shkrovëm qëtu, që t'i kemi parasysh. Pse i mora këto? Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur u kthye prej Taifit, prej qytetit Taif, në Mekke, më kthy, patra shumë në zor të madh. Pse shkojnë Taif? Se Mekka si të donin. E pse në Taif s'najti, mas 8 ditëve një javë, edhe ata përzun. Kur këtu i urrejtur, edhe atje i urrejtur, shkurtimisht i marrë gjërat, bani një lutje, thënë, sahabëve për ju thënë. Men rajulun minkum yu'vini hatta ubelliga risalet e Rabbi. A ka burra prej juve që më përkrahën për predikimin e fjales së Zotit. Nga se kurejshitet në urejten edhe këta Taifit, s'më lanë kush do tjetë ai që do të vazhdoje. Këto u ka thonë sahabeve, e kjo vazhdon deri ditën e Kiametit. A ka burra që këtë din e përkrahin edhe e çojnë më pyetje. Ju jeni prej asaj gjeneratës që në raportise neve. Ne jemi gjenerat për të cilën pejgamberi ka bani në thonë në anën tonë, kër marish frim thellë, haqja frim, si them, fshon, ha? Tha, vlazrit e mi, sa jem përmalu për ta. Tha, një Resul Allah, për na? Tha, ju jeni ashab të mi. Po vlazrit të kush janë? Ata që e mbajnë rrugën teme, e së më kanë pa asë tjerë. Jini ju ata. Na. Mas jemi na, a do t'jemi krahë më Resulullahi. Në çdo pikpamje. Urim. Ndash më pa ditën e Kiametit thuj, po në drejt hoq.
por ndryshe nuk më shohësh atje. E para që duhet të bë, e ju mas jeni edhe me inxhiniera këtu e kemi punën, se sonte ju harrova t'ju tregoj në diasporë të largët, sonte kemi vetëm doktora dhe inxhiniera. Jemi 50 vet, nuk kemi shkolla tjera, ndoshta edhe pak diçka më shumë diçka. Qëllimisht e kemi bërë këtë, që t'ju them doktorave edhe inxhinierave, edhe 3 kolegë hoxhallar që kam unë këtu, ju thom fjalën e pejgamberit qysh në fillim, Rahim Allahu mra'an amila amalan thumma atqanahu. Allahu e mëshiron robin kur e bën një punë dhe e përsos. Prandaj ju thom me plot gojën, se unë jam edhe më i vjetër, inxhinier të dashur, bën në punën dhe përsoste. Kini frikën e Allahut. Edhe ju doktora që jeni këtu, kryeni punën mjeksi edhe përsosnet, kini frikën e Allahut Gjelle Gjelalu. Edhe kret kush punoni ku punoni, ta kini frikën e Allahut për përsosshmërinë e punës. Unë 8 pika, me qenë se inxhinierët me pika i kishin gjërat, i kam mësuar prej çati Xhafrimit të fal pika unë, kur të foli shkoj me pika, më të thonë. E për me pika sonte i kemi. Ta adhurojmë Allahun, sinqerisht. Të respektojmë babenon. Të adhurojmë Allahun, sinqerisht. Të respektojmë babenon. Të nderojmë grua dhe gruaja burrin. 3. E 4-ta, të edukojmë fëmijë. Zotën në rand që kjo vjen. Allahu të adhurohet, babenon të respektohet, gruaja të nderohet, fëmia të edukohet. Mandej vjen e 5-ta, mbrojtja e fesë. Nëse ju nuk e mbrojni fenë, Arab që kërtojnë pash Zotin na kërtojnë njerëzit, ata thënë billahi aleikum, ku i pjalon me mbrojt fenë tonë? Kush na i mbron fenë tonë? Dhe kush na i mbron moralin tonë? Kush na i ruan karakterin dhe moralin tonë? Vjen mbrojtja e fesë. Mandej vjen sigurimi i vatanit. A di sa është obligim me rujt vatanin? Që ka thonë pejgamberi mos thinë detajet shahidit, dëshmorit. Shahid shkojsh, jo gjithkund. Shahid shkojsh, nëse fejnë e mbrojsh për Allah, e vdesish për ta. Një, nëse vatanin e mbrojsh për Allah dhe vdesish për ta, nëse moralin e mbrojsh për Allah dhe vdesish për ta, dhe nëse pasurin e mbrojsh për Allah dhe vdesish për ta. Për 4 gjëra shahid. Ato qerat, jo, sa njeri vritet male ka vjedh druhe, ati ka vjedh bombat e benzinës, e nuk janë shahida këtë ka të vritën, dëshmor të kombit. Se si regjistrojmë na shahid, që tërkush i regjistron dëshmorët. Prandaj ju ka thonë dëshmorëve, mos mendonin që janë të vdekur, bel ahyaun inda rabbihim yurzaqun, por janë të gjallë, të Allahi tyne të furnizuar. Prandaj jemi këtu, mbrojtja e fesë, mandaj vjen sigurimi i vatanit, mandaj vjen si pik mbrojtja e moralit. Me çështjen e mbrojtjes së moralit jemi në gjendje katastrofike. E këto unë sonte që kam ja thonë, askund deri tash se kam thonë, për sonte do ta them, nga se jeni klasë intelektuale e juve ju duhet. Mu ka dash, për juve më shumë. Në vitin 74, kur na është dhënë neve autonomia e Kosovës, qeveria atëhershme ka shkuar në Shqipëri, ka kërkuar 300 profesor. Mishtinë për punë tu, se s'kemi profesor gjuhës Shqipe. A u bon fakultetet, po. Me çkush me dhënë mësim? Enver Hoxha ju ka dhënë 400 profesor të Shqipërisë, ama kretë komunista që dinë me rruhe kundër fesë. Sa ajo konë kundër fesë. Këto pak e dinë që të mesele që apo e thamë. Po këto kam unë e prej një historianit që ka jetuar me Enverin e ka shpëtu gjallë. Edhe që dërsanë që ka na sollët në Kosovë ju,
Ta ju sollëm edhe një shtyp shkroj, 74-ën, me qëllim që çdo ditë rilindja juaj të shkruaj një faqe se feja islam është opinion për popull. Qetërsant, çka na sollën të komunista, profesorë, akademika, doktora, ju sollën qetërsant 183 libreza të kuqe kanë pas shqiptarët në Kosovë, me 18% popullata e antarësuar në komunizëm, që librezën e kuqe, ju që e njihni sportin, mja dhonë fush atje librezën e kuqe, shka i bon ati? Për qatë sebeb ne kanë dhonë edhe librezët e kuqe. Mbrojtja e moralit, dhe në fund, kursimi. Kursimi i lekut. Shka në kursimi i lekut, me këto mbylli, se pak po kem qef edhe më knaq me zveti me juve, jo vetëm në shtypjen e apo presionin e ligjeratave, dersave, se Ramazanin bolle kemi gjallë, elhamdulillah. Punoni, fitoni, kurseni, reduktoni, trim, aty ku duhet, Allah e dash bereqet. Falenderit që e bo se vep edhe mu me mështrit mesin e inxinjerve, se me këto gjamiat që 30 vjetë më dhe pa inxinjer, për mre që po me inxinjer pa mirësht. Pra, kalofshim rëmje të mirë edhe pak kos, edhe pak kemi me nejtë me botëra qëllëk, e mirë se na keni arë, Allah ju shpërbleft.